Një super artiste në fakt që unë të kam bërë një parantezë do më lejosh ta lexoj. Atëherë, një artiste e re për publikun, por e vjetër në zanat, që në moshën 6 vjeçare ajo zbuloi talentin e saj për muzikë dhe që nga ai moment nuk e kthehu më kokën pas. Ajo luan me zhanret, stilet dhe estetikën e muzikës shpesh me një identitet tërësisht unik artistik. Mirëpresim në studio Fez! Faleminderit. Hello, si e dashur? Shumë mirë. Si jeni ju? Jemi shumë mirë. Kokra mollës? Si kokra mollës, sidomos kur e shtrojmë pak muhabetin e ngrofim një çika të vajvim që në prapa skenë dhe aty pastaj pikërisht në këtë moment ku do të shpalosim edhe pyetjet që kemi për ty. Aty pastaj qëndron e gjithë esenca e Lanços të mu. Patjetër, Lanço aty e ka magjinë e vet, kur ke mundësi të bësh biseda shumë të bukura me artistët që ne i kemi dhe pjesë të Top List, po te kjo do të ndalem vetëm pas pak. Fez, unë të dal direkt në temë. Ti si do ta përshkruaj veten për njerëzit që nuk të njohin, si nga ana artistike ashtu edhe personale? Unë do thoja mix, antipod, se unë jam shumë ndryshoj kur pastaj bëj punën time, se jam shumë si Pra ti e ndan artin nga artistja në këtë rast. Varet, se unë vej shumë të vetes time aty edhe unë jam shumë, i shprej shumë emocionet edhe pa fjalë në fytyrë më duket direkt. Që vej shumë nga emocionet e mia dhe nga vetja ime, por që do thoja mix edhe antipod, do thoja. Po mirë, shumë bukur, po nga ana artistike, si u ta përshkruaj ti veten tënde, si e koncepton ti, se të tjerët mund të çohen në një formë caktuar, po ti si e shikon veten? Më pëlqeu shumë një pjesë që tha më përpara, fakti që jam e vjetër brenda. Unë jam rritur edhe vazhdoj, unë them edhe Spotify Rap më doli si 60 vjeçar. Dëgjoj shumë edhe merrem shumë me muzikë edhe më të afër, domethënë të viteve të fundit, po më rezemra vetëm për 60-70-ta. Tek dekadat e kaluara. Kohën e qepës, si themi. Fix në kohën e qepës, por muzika nuk ishte kështu e asociuar me qepën me këto, po muzika ka qenë e florint atëherë. Timeless, totalisht timeless. E pa kohë, ndërsa sot sikur ka çeduar një çik kështu në për trege komerciale, po mirë, nuk do t'i prekim ato, nuk do t'i prekim. Po sidoqë që ti jetë Fez në vetvete në artin që bën është timeless. Absolutisht. Kështu që i përshtatet brezit të kohës që formatit i përshtatet. Fez, siç e përmenda, ke nisur herës në muzikë vetëm 6 vjeç. A e kujton momentin e parë kur e kuptove se kjo për ty nuk është thjesht një hobi ose një zanat, një kurs ndoshta le të themi kështu, por realisht një karrierë që ti e kishe yllin në ballë dhe spikate? Atëherë, unë kujtoj momentin e parë që kam kënduar, që e mbaj mend se mund kem kënduar edhe më përpara për që Nina Nana e vogël, I rjak e vllajt ke koka se sa kishe linë, praktikohesh. Por që besoj që kam realizuar 100% që kam thënë okay, kjo kur fillova gjimnazin, kur fillova pas që unë sakrifikoja shumë momentet edhe me shoqërinë, që nuk është shumë gjë e mirë, po i sakrifikoja shumë për prova, për momentet në akademi, për koncertet, banalisht kur kishim vitin majmene 18 vjetorve, që ne ande i festojmë shumë, kam qenë 2 nga 20 që ishin atë vit, se e kisha jo prova, jo gjëra. Edhe aty kuptova, thash, okay, në momentin që unë sakrifikoj këtë gjën tjetër që unë kënaqem duke bërë, edhe më intereson shumë ta bëj, po e sakrifikoj për diçka tjetër që unë jap më shumë rëndësi, mbase dua të bëj diçka me këtë hobin që kam, pasionin. Besoj që kur ti ke dalë në skenë për herë të parë, pastaj çdo herë mbas saj përpara se të publikoje këngën tënde të parë, patjetër që ke pasur shumë covera që ti ke kënduar. Cili prej tyre ndoshta ka qenë më i veçantë për ty? Atëherë, kënga ime e fatit, le të themi, ka qenë gjithmonë At Last e të James. Asa bukur.
edhe një italisht, nga që jam lindur e rritur andej, ka qenë gjithmonë se më lidhe me gjyshin shumë, l'emozione non voce të Celentanos. O zot, atë e kanë bërë. O zot, kë kemi marrë të ftuar një artiste, nuk di, një artiste që e ka artin më të Florin se nuk di. Se Floriri që mbaj njerëzit në shtëpi. Se Floriri që mbaj njerëzit në shtëpia. Mirë, studimet e larta ti ke bërë në Akademinë Lirike të Veronës dhe përfshirja në aktrim, që edhe e përfshirë në fakt në aspektin kinematografik, sa të ka ndihmuar pikërisht aktrimin në interpretimin emocional të këngëve në skenë ndoshta? Më shumë do them të drejtën se unë mendoja që më ka ndihmuar shumë dhe në prezencën skenike, po kam parë 1-2 herë që thjesht rrik shumë. Po më ndodh. Por nga ana e interpretimit jashtëmase. Do të thënë, siç thash më parë, unë shoqër e kam pas gjithmonë që e vogël faktin që dua t'i kuptoj edhe emocionalisht brenda meje këngët para se t'i këndoj në publik. Edhe këtë e kam pas gjithmonë, po duke bërë pastaj klasa recitimi, do të thënë aktrimi, jap kuptim ndryshe edhe fjalës vetëm, jo vetëm fjalisë. Kështu që më ka ndihmuar shumë nga ana. Domethënë ke mësuar që t'i japësh një thellim më intensiv, le të themi kështu, të gjitha rrokjeve që ti këndon. Po, edhe që jo vetëm se është shumë e thjeshtë ta ndjesh ti këngën. Problemi është kur duhet ta projektosh dikujt tjetër. Në momentin që ke një audiencë që është shumë receptive, është shumë e thjeshtë që t'ja projektosh edhe pa u përpiqur shumë. Të depërtojnë emocionet. Unë jam kurioz në fakt sepse kam përshtypjen që të gjithë artistët një herë e emocionojnë një person deri në lot ndoshta. Kur ka qenë hera e parë që ti ke emocionuar dikën në lot vetëm nga zëri yt? Atëherë përveç familjes ato e kanë të thjeshtë, apo Jo, edhe mos ta kenë të thjeshtë. Prap, më thuaj momentin e parë që ti realisht e ke kuptuar impaktin që zëri yt ka patur tek veshët e të tjerëve. Unë e kote thash atë të familjes them drejtën, se unë kam një kushtori që për mua është si motor, Lela. Ajo nuk qanë kur, edhe unë I them iceberg e ftohet fare këte andej. Më ka ndodhur që kam kënduar një këngë njëherë dhe thjesht u ktheva, se unë thash të bëj gallat. Po. Edhe në atë moment u ktheva e kisha Loti u I var. Edhe aty domethënë e kuptova që kemi normalisht keni një feeling, po keni një, po. Por që më ka ndodhur dhe herë tjera shqyr, edhe aty e kuptova dhe që mund të bëja diçka me këtë si punë, domethënë duke folur për punën, më ka ndodhur dhe herë tjera normalisht, por që mbase kur I ke më të afërt njerëzit I njeh si shprehin emocionet, mbase e vlerëson pak si më shumë. Po, patjetër. E vlerëson goxha dhe nga ana tjetër, me që ne ishim tek emocionet dhe se si bën njerëzit të ndihesh, patjetër që njerëzit kur emocionohen e kanë të lehtë ndoshta të qajnë apo ta nxjerrin atë ngarkesën emocionale që mund të shkaktojë një këngë. Po ti kur ke qarë për herë të parë, kur ke kënduar vetë, atë ka bën ndonjë performancë jotja të ndihesh aq e ngarkuar emocionalisht? Më ka ndodhur vetëm një herë, se pastaj ka ndodhur e kundërta. Do të thonë mua kur më vjen të qaj, këndoj. Se kam kështu si terapi, si ulem aty edhe se e kam inat. Por më ka ndodhur një herë, isha pak më vogël, do kem 14 vjeç, edhe po bënim një spektakël me akademinë që fliste për femrat, gratë, domethënë që kishin ngelur në një qytet të vogël se burrat kishin ikur të gjithë në luftë. Edhe unë kisha një rol që kur I komunikojnë këtij personazhi që isha unë, I komunikojnë që burri kishte vdekur në luftë. Edhe unë kisha këtë këngën, sapo kishte sapo kishte kaluar, domethënë një tjetër dhe gjyshim, kështu që ishte edhe pak moment kështu emocional. Tu merr kuptim shpreha e qave me lot. Tamam, e qave me lot. Shqyr nuk qava shumë në atë moment se pastaj zëri ndalon aty. Po sa dola mbaj mend, sa dola nga skena. Kur të mblidhen të gjitha, në fakt e bën edhe performancën shumë të bukur edhe më të ndjeshme edhe për publikun. Po. Ndërkohë, ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak me Fez, për të bërë ca pyetje edhe për karrierën e saj artistike solo. Ne rikthehemi. Faktikisht kjo këngë na ka hequr trurin, ta themi shumë, po shumë sinqerisht. Sidomos nga ana ime edhe Davidit patjetër. Ka një vibe të thash, jo më kot po dëgjoja Rage ditën, sepse po doja që të futesha pak në atë moodin e muzikës pop edhe ndoshta edhe atë rrymë neopop që është hapur, ndoshta për të bërë edhe ato detyrat e shtëpisë, pyetjet e bukura. Dhe nuk e di pse e gjeta veten
duke krahasuar ty dhe Ray, në fakt, po në sensin më të mirë të fjalës, patjetër. Po patjetër, nuk ka diskutim se Ray njihet që ka të vokalen e saj akrobatik, le të themi kështu. Dhe ne do ngelim tek Shine Star, sepse jo vetëm që e dëgjuam në këtë momente, po në të njëjtën kohë si ndihesh për faktin që një këngë kaq cilësore, e cila e vendos edhe një lloj standardi për artistët e ri, është kënga jote e parë. Dhe rikujtojmë këtu që para 15 javësh ti e bër pjesë e The Top List. Unë se prisa herë që të rrinte aq shumë në Top List të drejtën, që jam shumë e lumtur, por që unë doja, domethënë objektivi Objektivi im ishte që po do bëja këngën time të parë, duhet ishte diçka që nuk thon njerëzit e bëri sa për ta bërë. Kështu që unë kërkoja atë lloj rezultati, jo aq të them të drejtën, jo aq të madh. Edhe pata dhe fatin që takova autorin dhe producerin të këngës që më dha shansin, domethënë Aty na qëndro tani tek shansi, tek producentët që në prapasken më le pa fjalë me emrat që ato kishin punuar në fakt. Ana Oksa, Adriano Celentano, Zucchero, gjithë emra legjendar, domethënë si e ndjer për faktin që po themi këta autor, të cilët kanë kontribuar në muzikën më të njohur italiane, të trokitën ty në derë. Më trokitja ai, jo, nuk I trokita unë, domethënë, jo më trokitja ai, por që pata këtë fatin, domethënë ta njihja edhe po, e kam thënë dhe më përpara, kam qenë shumë në ankth, në sensin që ndjesha sikur duhet I provoja diçka, duhet I bëja për shtypje, po. Ai ka punuar me më të mëdhenjt, duhet I tregoj që edhe unë mund të bëj diçka, inshallah I pëlqej, inshallah. Patjetër, që e ke potencialin për ndoshta edhe për ta superuar, sepse me suksesin pastaj vjen çdo gjë, absolutisht, vjen edhe lavdia. Vjen lavdia dhe në të njëjtën kohë pastaj merr edhe frymëzimi, se kur ke të bësh me autor apo producentë të cilët kanë punuar me artistë shumë të mëdhenj që kanë hedhur themelet e muzikës më të rëndësishme botërore, aty sikur ndjen edhe një lloj frymëzimi për të ndjekur havat e tyre dhe për të qenë në mos njësoj me tashën fillim, të paktën e di që po ecën në rrugën e duhur. Edhe sidomos është një person që më le dhe të eksperimentoj mua, se këngën e dytë që do dali besoj muajin tjetër në maj. Mezi po e presim atë. Po, që po e punojnë tani, unë mbarova regjistrimet edhe po e punojnë. Më dha hapësirën që të shkruaja unë tekstin e këngës, që unë mendoj jo të gjithë producerët ose autorët të këtij lloji do ma jepshin, sepse nuk kam qenë ndonjëherë songwriter, domethënë kompozitore dhe si e ke gjetur veten, domethënë, për të shkruar tekst këngësh? Pra, e ke menduar sikur është një proces I lehtë apo që të vjen në mënyrë natyrshme? Unë jam përpjekur mos të ulesh aty edhe të veja veten në siklet që se duhet shkruash. Mendoja temën që doja për këngën, duke dëgjuar dhe bazën e këto, mendova ku dua locationin, ç'a mesazhe dua një narrativ. Po, edhe pastaj kur duke menduar për këngën, për bazën, vinte ndonjë fjalë ose ndonjë fjali, pastaj nga aty e mbarova mbak. E kompozove kështu. Merrte ullën e vetë dhe teksti. Po në të njëjtën kohë, ne e dim që ty të pëlqen të qëndrosh në zhanret pop, blues, soul, jazz. Dhe unë kur e kam dëgjuar Shine Star për herë të parë, më dha një vibe mix Gloria Gaynor dhe Aretha Franklin. Përgjithsisht, cilave artiste ju referohesh për të krijuar? Shine Star ishte gati kështu, unë thjesht interpretova, por që do më pëlqente ajo lloj gjurmë, le të themi, se një nga komplimentet që mua më ka pëlqyer më shumë, që më kanë bërë gjatë kohës, është që unë kam një zë shumë black. White black, më thon. Kështu që edhe faktin që unë I kam parë, domethënë, edhe jam drejtuar gjatë kohës edhe gjatë studimeve të mia shumë edhe nga ana e pëlqimit këtij lloji artisteve, domethënë Gloria Gaynor, Etta James, Ella Fitzgerald, super seleksionim. Për mua ka qenë, domethënë, faktin që edhe të tjerët pa e ditur ç'a pëlqej unë edhe cila janë preferencat e mia, më kanë thënë që ajo është feedbacku që kanë asociuar me to. Për mua është shumë
unë tentoj të ndjek atë lloj ngjyre, atë lloj frymë. A të inspirohesh ndoshta? Po dhe e bën në mënyrë natyrshme. Po, nuk më pëlqen të imitoj se nuk unë mendoj që asnjë lloj këngëtari duhet të imitoj dikë tjetër sepse pastaj nuk të njohin kollaj kur dëgjojnë këngën tënde. Edhe është mënyra se si ndjej unë të nxjerr zërin tim. Edhe fakti që i afrohet atij lloji zërave, unë jam aq më e lumtur se është edhe preferenca. Ti mjaftohesh me aq edhe shumë mirë bën në këtë rast. Fez, cilën anë të medalit shijon më shumë në muzikë? Pra pas skenat, pra tekst shkrimin, studion, të gjithë eksperiencën apo skenën edhe atë ekspozimin ndoshta në rrjetet sociale të tjera? Do gënjeja në qoftë se do thoja që nuk më pëlqen skena dhe nuk më pëlqen performanci. Por kam zbuluar pjesën e studios shumë. Përveç pjesën e kompozimit, por unë jam shumë e bindur edhe e kanë thënë shumë para meje që ti duhet bësh punën që të pëlqen. Edhe unë e kam parë këtë gjë që unë kur shkoja ditët në studio, që unë shkoja në Bologna, kështu që jo rruga, jo, edhe rria 10 orë në studio, bëja vetëm një orë pauzë në mes. Unë lodhesha se kthesha në shtëpi normalisht e vdekur, por që nuk kuptoja sa orë kishin kaluar, se isha aq e përqendruar, po më pëlqente edhe pse lodhesha, po argëtohesha, kështu që kanë zbuluar shumë dhe pjesën e studios, por që performance. Do të thënë ishte një proces shpërblyes për ty, nëse mund ta themi kështu. Po. Në të njëjtën kohë unë dua të të pyes se Shine Star ka një lloj zhanri që ndoshta në Shqipëri nuk është shumë i kultivuar. Po a do tentoje ti që diçka të ngjashme me të ta provoje për publikun shqiptar, apo të këndoje në shqip në një formë të tillë, apo do synoje më shumë tregun e huaj? Unë Shine Star është bërë dhe më shumë për të synuar më shumë trege në njëjtin moment, por e kemi menduar të bëjmë diçka në këtë lloj zhanra me tekstin në shqip. Nice. Sepse atë që prandaj thash antipode edhe në fillim, se unë nga që jam rritur me dy kultura të ndryshme, me dy tradita të ndryshme, gjuhë, e ndjej shumë këtë dualizmin, do me thënë, brenda meje, edhe do më pëlqente shumë ta veja në skenë edhe në këngët e mia. Jo të gjitha, të them drejtën, se unë ndjem shumë rehat edhe në anglisht duke kënduar, po të më pëlqente edhe në italisht dhe në shqip të bëja diçka në këtë lloj stilit që në kohët e fundit ka humbur pak dhe në tregun shqiptar dhe në tregun italian, do të thënë si lloj zhanre. Bukur. Dhe me këtë frym kaq inovative në fakt që Fez po ndan me ne këtu në studio dhe Top Albania Radios në Lanço, ne rikthehemi vetëm pas një hapësire shumë të shkurtër publicitare që ndroni aty. Lanço, the best new hits. Çfarë dua unë nga ty? Unë dua që të ngacmoj pak dhe DJ Kedos do më ndihmoj që të ma uli pak bazën sepse kemi një lojë. Opa. Kemi një lojë. Unë do përmend disa fjalë dhe dua që të më këndosh diçka me atë fjalën pra që të vjen në mendje të më përmendësh diçka në një muzikë, një tekst, Kam edhe në anglisht edhe në shqip, po do të sfidoj pak. Nëse jo pastaj do t'i them mos ta këndoj se dhe ma këndoj. Opa. Okej. Fillojmë. Fjala e parë është love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. E is very, very extraordinary. Bukur, baby. Tani Justin Bieber shkon në mendje, You know you love me. Zotë, ç'bëra vetë. Po ja, hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Bukur, afraid. Afraid është pak më... I wake up, I'm afraid somebody else might take my pain. Ja, kolegja ime, ja. Do marrim më në punë. Mua më kujtua direkt sa e shkruajta këtë afraid, më kujtua Eminemi, I'm not afraid. Jo, unë po mendoja për Amy Winehouse, po s'po m'vinte, varja. Fjala tjetër, respect. R-E-S-P-C-T. Yes, means to me. Bukur, tani në shqip. Do kapitala va. Po një qik. Harro. Nuk e harroj. Nuk e harroj. Mirë, I tha fjalët të tjerat pastaj. Po, mirë. Nuk ka problem. Rëndësi ka që harroj, tha. Dashuri. Dua dashurin të kem para. Hajde Sander Gjoka, hajde që na bekon veshët në atë këngë. Po dhe Fezi. Patjetër. Lot.
Unë dëgjoj Lita Pesën për prit Lot. Thash se po fillon të këndoj. E filloj shumë me më erdhi një këngë tjetër, po vjen pak si turp. Pse më? Mendova se ishte shi. Ato ishin në lotemi. Mendova se kush e këndon atë? Merita Alini më. Vinte shi. Ato ishin në lotemi. Edhe e fundit tavolin. Kthena mi tavolin. Jo, tavolina Vetëm mërzi. aty s'më shkoj mendja, te tavolina e mërzis më shkoj mendja. Po. Tavolinën e mërzis. Dhe si kori zhaba dhe zoti ma. Dua dhe një akapella në fakt të Shine Star. Po, e dua. Po. Hajde, po filloj. Someone should lead the way. So we. Ti më mirë se unë. Someone believes in me. One day I'll be a winner. Without regrets, realize my dreams. You get far if you're real. What a feeling. Bravo. Isha gati ta bëja si Meritoni. Wow, fes shnale një shije fantastike, Shumë me thënë drejtën. faleminderit. U kënaqem shumë, po me shijen kaq të mirë që na le, jo vetëm nga kjo, po edhe nga kënga jote debutuese që ne kemi dëgjuar pafund. A ka filluar puna për hapjen tonë të radhës ti e the? Po në album në e gjë, e ke kështu në plan? Në një koncert, në një na zbulon në një kështu ekskluzive se. Aty na rre shpirti. Po. Në datë 12 qershor. Okej. Tek qendra kulturore që është ke Kisha Ortodokse këtu në Tiranë, do bëjmë një koncert unë dhe Fiot Zanoti që është produceri dhe autori me super bandin e tij, edhe do kemi pastaj ca surpriza tjera, po s'më lejohet. Mezi po presim. Fez në u kënaqem shumë faleminderit që erdhe, ishte një super kënaqësi. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në lanço për pjesën e dytë për të shpallur klasifikimin e Radio Italia.